Festa e Pashkës është shoqëruar dhe me urimet e politikës. Presidenti Bajram Begaj mesazhin e përcolli nga Shëngjini, ndërsa apeloi për më shumë paqe, harmoni dhe solidaritet mes qytetarëve shqiptar. Kjo ditë e shenjtë është një ditë e cila na bën të kemi një reflektim të thellë shpirtëror dhe një kujtesë të fortë që e mira mbizotëron mbi të keqen. Për besimtarët katolik, kryeministri Edi Rama zgjodhi një mënyrë të veçantë për të uruar Pashkën, me anë të një video të krijuar nga inteligjenca artificiale. Nga radhët e opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përcolli mesazhin e tij nga katedralja e Shën Palit në Tiranë. Besimtarëve katolik shqiptar dhe në mbar botën, ju uroj gëzuar ngjalljen e Krishtit, ditën më të rëndësishme në historinë e qytetërimit perëndimor. Ringjallja e Krishtit shënon momentin më frymëzues, më të rëndësishëm për mbar njerëzimin. Por në fjalën e liderit të opozitës nuk munguan as sulmet ndaj kundërshtarëve politik. Pashkën tjetër ta kremtojmë më mirë dhe pak të keqet madhe që i ka rënë hise Shqipërisë këto vite. Politikanë të majtë të djathtë uruan festën e Pashkës nëpërmjet rrjeteve sociale.